Ka pazare me mazhorancën me Partinë Socialiste? Ka pazare. Pazaret janë të ndeshme gjithmonë, nuk janë direkte, por ajo për shembull që një nga gjërat që të bën përshtypje në të gjithë ecurinë e politikës shqiptare të këtyre viteve, të bën përshtypje pjesa që para zgjedhjeve, supozojmë para zgjedhjeve, të gjithë flasin për kodin zgjedhor, bëjnë kodin zgjedhor, bien dakordësi në kodin zgjedhor dhe pas zgjedhjeve çuditërisht gjithmonë ai kodi del i keq, ai kodi nuk bën, ai kodi ishte imponuar, ai kodi nuk. Dhe ajo për shembull pazar është tash ta quaj pazar, nuk e di, po votime për shembull që i bën Ramës me një ligj nominal. Nga një anë e shajmë Ramën, e godasim për korrupsionin, për këtë, për gjitha zezat. Se normal, nuk ka asgjë të keqe këtu në këtë pikë, dhe nga ana tjetër pastaj ngre kartonin dhe jep një mandat Ramës për përfaqësuar Shqipërinë në mënyrë individuale, personale.